Kryetari e Komisionit për të Drejtat e Njerëzit dhe Mjetet e Informimit Publik, Jorida Tabaku, ka ndërprerë mbledhjen e komisionit. Ndërprerja u bë për shkak se në rend të ditës ishte seanca dëgjimore me ministrin e Shëndetësisë për projekt buxhetin 2026, por sala nuk kishte paraqitur. Tabaku deklaroi se ministria duhet të respektojë kuvendin dhe buxhetin dhe të jetë e pranishme. Unë propozoj që kjo mbledhje të mbyllet dhe do ta mbyll këtë mbledhje për të thritur ministren. Në qoftë se dhe ky komision do vazhdojë në mënyrë të njëanshme, vazhdoni është në dëshirën tuaj. Ashtu siç më kujtuat para ca ditësh forcën e kartonit. Në këtë komision ne duhet vendosim një standard të ri, për buxhetin duhet vendosim një standard të ri. Kam ardhur me interesin më të madh për të bërë një mbledhje me të gjithë materialet përkatëse, për të dëgjuar, për të pyetur për ministren dhe besoj që edhe për juve kjo nuk është një gjë për të hequr qafe. Nuk është hajta heqim. Kjo është një gjë që vendosim një standard. Dhe standardi është që në këtë komision, po në të gjithë parlamentin, për buxhetin shkojnë ministrat. Në çdo komision tjetër kanë shkuar ministrat. Në çdo debat tjetër kemi pasur ministrat për buxhetin. Jam e gatshme në çdo orë, sipas kalendarit, deri në datën 9 dhjetor, kur të jetë ministra e disponueshme, që neve të ulemi dhe diskutojmë me ministran. Atëherë unë deklaroj mbledhje të mbyllur, ftoj kryesinë e komisionit, maxhorancën, le të vazhdojmë në mënyrë të njëanshme, ti drejtojnë sekretarisë Kuvendit kërkesën me numrin përkatës deputetëve. Faleminderit.